Edhe bajna bashta. Kjo është pastaj kemë dërguar edhe pajisjen të nevojshme edhe komiteti. Në momentin kur kemë as mbetjet njerëzore që edhe ju jeni për çudin më të madhe pas 3 ditëve, do thotë 2 ditë e gjysmë janë ndërprerë punimet me arsyetim se mungojnë fondet. Dhe atëherë familjarë dhe ne kemi vlerësuar se vazhdon të bëhet krimi shumë fish, sepse krimi i parë ka qenë vrasja, krimi i dytë nxjerrja pas 3-4 jave, për shembull të rastit të Rezallës, nga varri dhe dërgimi në një vend të panjohur, tani veç i njohur si varreza masive në Rudnicë, dhe pas lufte ndërtimi i një objekti për të fshehur gjurmë. Dhe tani, po them, edhe ky është krim, sipas vlerësimeve tona, edhe të familjarëve që bën zhagitje, obstruksione, do të thotë në vend që viktimat e luftës të dëmshpërblehen, tani pala serbe kurzon me kërkesën për të fituar donacione, do të thotë për të përfituar në fatkeqësi me arsyetime se nuk ka mjete për ta vlerësuar në mënyrën profesionale një varrezë masive si që është Rudnica. Lokacioni i parë Rudnica është deri në kufirën e lëvizjes së dheut është kontrolluar dhe ka rezultuar me 45 gjetje trupa relativisht të mbledhur mirë dhe 87 mbetje mortore, për të cilave në përgjithësi, do thotë, për këtyre 2 grupacioneve 156 mostra të ADN-s janë marrë dhe janë dërguar në ICMP, domethënë për analizat të ADN-s. Në momentin e arritjes 4 deri në 6 javë spaku ata kërkojnë, do thotë, kohë për të na ardhur analizat.